Historia e Gjergj Eles Alise. Në një kohë të hershme, kur viset shqiptare udhëhiqeshin nga kanuni i malit, nderi dhe besa ishin gurët e themelit të jetës dhe trimat matnin veten jo me pasuri, por me guxim e fjalë të dhënë. Në këto troje, të cilat shtriheshin mes maleve të ashpra e fushave të gjëra, jetonte një nga kreshnikët më të njohur të legjendave shqiptare, Gjergj Eles Alia. Ai ishte një luftëtar i madh, i ashpër në betejë, i drejtë në fjalë dhe i pathyeshëm në karakter. Emri i tij njihej deri në skajet e maleve dhe populli e kujtonte si mbrojtës të fshatrave të varfra e të tokës së tyre të shtrenjtë. Por fama e tij e madhe nuk erdhi pa kurorën e dhimbjes. Në një luftë të madhe ku shumë armiq kishin sulmuar vendin, Gjergj Eles Alia u plagos rënd. Ai mori 9 plagë, secila më e thellë dhe më e rrezikshme se tjetra. Megjithatë, fal trimërisë dhe zemrës së tij të palodhur, ai arriti t'i mposhte armiqt dhe të shpëtonte popullin e vet. 9 vjet mbi shtrat, heroi i harruar. Pas betejës, plagët e shumta nuk po shëroheshin. Edhe pse lëkura u mbyll me kalimin e kohës, dhimbjet nuk i pushuan kurrë. Ato u bën një barre e rënd që ja dobësoi trupin dhe e shtriu për 9 vjet të tëra në shtrat. Gjatë këtyre viteve të gjata, Gjergji nuk mund të luante asnjë gjymtyr pa ndjerë dhimbje. Ai humbi forcën e kraheve që dikur përfundonin beteja të mëdha dhe humbi lirinë që e kishte shoqëruar në malet e vendit të tij. Por nuk humbi kurrë vlerat që e kishin bërë të madh, dinjitetin, qetësinë dhe nderin. E vetmja që nuk u largua nga ana e tij ishte motra e tij besnike. Ajo ishte e vetmja që i shërbente çdo ditë e natë. Ja lante plagët, i sillte ushqim, i qetësonte dhimbjet dhe i fliste me shpresë. Ajo e dinte se brenda trupit të rënuar qëndronte ende shpirti i një kreshniku të madh. Ndërkaq, për popullin e thjesht, koha bëri të veten. Gradualisht, njerëzit filluan ta harronin emrin e tij. Të rinjt që rriteshin nuk e kishin parë kurrë në fushë beteje, ndërsa të moshuarit e kujtonin si një hije të së kaluarës. Kulla e tij, dikur e mbushur me miq dhe luftëtar, tashmë rrinte e heshtur e vetmuar. Shfaqja e një kërcënimi të ri. Ballozi i zi, kur duket se gjithçka ishte qetësuar, në trevat përreth u përhap fama e një të huajit të frikshëm. Ballozi i zi. Askush nuk e dinte nga kishte ardhur, por të gjithë e shihnin si një fuqi shkatëruese, të errët, mizore dhe pambarimisht krenare. Ai ishte një luftëtar i ebër, me trup të madh, armë të rënda dhe zemër të ngurtë. Kudo që shkonte, kërkonte sfidë dhe nënshtrim. Ai nuk njihte nder, as bes, as mëshirë. Kur mbërriti në trevat e Gjergj Eles Alise, thirrri popullin e fshatit në mes të sheshit dhe deklaroi: "Sillni më të fortin e fisit tuaj që të ndeshet me mua. Nëse s'ka burr që guxon të dalë përballë meje, atëherë dua motrën e Gjergj Eles Alis si haraç." Fjalët e tij ranë si thik mbi zemrat e njerëzve. Askush nuk guxonte t'i dilte përballë. Fama e tij për forcë dhe egërsi ishte e madhe, por kërkesa për motrën e Gjergjit ishte fyerja më e rëndë që mund t'i bëhej një shqiptari. Sepse cenimi i nderit të shtëpisë ishte më i rëndë se vdekja. Dhimbja e motrës dhe zgjimi i heroit, lajmi i hidhur, mbërriti deri tek kulla e vjetër ku rrinte i shtrirë Gjergji. Motra e tij, e cila gjithmonë përpiqej ta mbronte nga trishtimi, tentoi t'i afshihte, por lotët e saj e zbuluan. Kur Gjergji e pa të mërzitur dhe të dërmuar, e pyeti se çfarë po ndodhte, ajo i tregoi për kërkesën e ballozit të zi, për frikën e popullit dhe për fyerjen që po rëndonte mbi shtëpinë e tyre. Gjergji dëgjoi në heshtje. Një heshtje e gjatë, e rëndë, ku dukej se po luftonin në shpirtin e tij dobësia e trupit dhe madhështia e nderit. Dhe atëherë ai mori vendimin që do të ndryshonte fatin e të gjithëve. Me sill armët e mia, motër, me përgatit kalin dhe shpatën, se më mirë vdes me nder në shesh të luftës, se sa të më shkelet shtëpia e emri im. Motra u trondit, por e dinte se ky ishte zëri i vërtet i vëllait të saj, ai që e kishte bërë të madh dikur. Ajo nxori armët e vjetra, të pluhurosura nga vitet, i pastroi, i lustroi dhe i asolli pranë.
përgatiti kalin që kishte qëndruar i heshtur në ahur, si të priste një mrekulli. Gjergji u ngrit nga shtrati me një mundim të jashtëzakonshëm, ndoshta më i vështiri i jetës së tij, por zemra e tij ishte e ndezur si dikur. Ai veshi parzmorën, shtrëngoi shpatën dhe doli nga kulla i mbështetur në shpresën e vetme që i kishte mbetur. Nderin, betejë e madhe, përballja që vullosi fatin. Kur doli në shesh, turma u nda më dysh. Të gjithu habitën kur pan të ngrihej njeriu që kishin harruar. Ai që mendohej i pafuqishëm, i zhdukur nga bota. Gjergj Elez Alia ekte i dobët, por me një vendosmëri që ja mbulonte dobësinë. Ballozi i zi qeshi me përbuzje. Ti qenkësh Gjergji? Qenka e vërtet që koha shkatëron edhe malet. A mendon se mund të luftosh kundër meje kështu? Por Gjergji nuk ju përgjigj me fjalë. Ai ngriti shpatën dhe drejtoi drejt armiut. Beteja filloi me një herë dhe ishte e ashpër. Ballozi godiste fort, por Gjergji e priste me guksim. Çdo përplasje shpate ishte e rëndë. Çdo hap i Gjergjit ishte i mundimshëm, por ai nuk u tërhoq. Ai luftoi me gjithë forcën që kishte mbledhur brenda vetes për 9 vjet. Me gjithë brengën, dhimbjen, dashurin për motrën dhe nderin e shtëpisë. Plagët e vjetra ju qelën, por ai nuk u ndal. Dhe në një çast vendimtar, me një goditje të fuqishme, ai e rrëzoi Ballozin dhe ja mbylli përgjithmonë kërcënimin mbi trojet e tij. Populli shpërtheu në brohoritje. Ishte një fitore e madhe, por jo pa çmim. Fundi i herojt, pasi Ballozi ra, Gjergji e ndjeu trupin t'i dobësohej. Ai u thye në gjunjë dhe rënkimi i tij përhapej si një erë lehtë. Motra vrapoi drejt tij dhe e mori ndërkrah. Ajo e pa qartë se plagët e hapura nuk mund t'i mbante më trupi i tij i lodhur prej vitesh. Me zë të qetë, të butë dhe të pajtuar, Gjergji i foli. Mos qaj motër, sot e shpëtuam nderin ton. Kjo është jeta ime, ky është fundi im i drejtë. Sepse trimi nuk jeton gjatë, por jeton aq sa t'i shërbej vendit të tij. Me këto fjalë, Gjergj Elez Alia mbylli syt. Ai nuk u kthye më në kulla, por mbeti përgjithmonë në zemrat e popullit, si shembulli i një heroi që u ringrit kur askush nuk besonte më te ai. Bëni subscribe në kanalin ton Historitë e Vjetra.